Mirë, do të flasim tani se takon të çështjeve ndërkombëtare, padyshim planin e paqes, por edhe lirimin e pengjeve, po për të diskutuar për këtë gjithmonë kemi nevojë që në studio të kemi një ekspert. Sigurisht është rasti i ekspertit të çështjeve ndërkombëtare, zoti Geron Kamberi, përshëndetje Knesi. Faleminderit për ftesën. U gëzuam të gjithë, sidomos pjesa atje, por edhe ne kur e dëgjuam edhe planin e paqes, edhe gjithçka po ndodh atje. Tani kemi një ngërçe po rikrijohet apo nuk është kaq e lehtë të shkojmë në një paqe totale përfundimtare? Çfarë po ndodh konkretisht? Si thoshte Albert Camus, paqja është vetmja luftë që vlen të luftohet deri në fund dhe në një farë kuptimi kjo marrëveshje paqe ishte shumë pritur nga opinioni publik ndërkombëtar, veçanërisht duke pasur parasysh imazhet që vinin nga Gaza, tronditse do thoja. Por natyrisht ajo çfarë ka vlerë është për popullsinë palestineze, cila paktën që prej 7 tetorit tashmë ndodhet në këtë konflikt me ushtrinë izraelite, dhe për faktin edhe se vetë Izraeli kërkonte rikthimin e pengjeve, ato që ishin gjallë dhe trupave të pengjeve që kishin ndruar jetë për shkak të sulmit të Hamasit të 7 tetorit të vitit 2023. Megjithatë, marrëveshja nuk bëri të mundur vetëm realizimin e këtyre dy elementeve që unë përmenda pak më sipër, pra thjesht pushimin e bombardimeve të Izraelit mbi Gazën dhe rikthimin e pengjeve të gjallë ato që kishin ndruar jetë, por shtroi rrugën për një paqe të gjatë dhe të qëndrueshme, të paktën siç përshkruhet edhe në deklaratën që bëri presidenti Trump, madje ai e shtrihu në një periudhë shumë të gjatë kohe, pra paqja më e mirë në këto 2000 vjet apo 3000 vjet, megjithatë përtej hiperbolës apo krahasimit të egzageruar, do të thoja që ja vlen që sa herë që ka paqe në një rajon të trazuar siç është lindja mesme, të shprehet një lloj optimizmi, qoftë i përmbajtur, por edhe i tepruar duke pasur parasysh atë lumë gjaku që është derdhur aty të paktën në një periudhë që po i afrohet shekullit. Se çfarë do të sjelli më pas marrëveshja e paqes, pasi të përfundojë zbatimi i pikave të armëpushimit, sepse tashmë jemi në një armëpushim dhe ajo çfarë tregon që jemi në një armëpushim, duhet t'i referojmë dhe deklaratës sotme të kryeministit Netanyahu, i cili e paralajmëroi Hamasin që në rast se nuk do të çarmatoset, i pret ferri. Pra, Izraeli është i gatshëm, ai kontrollon ende gjysmën e rripit Gazës, dhe në rast se Hamasi do të shmanget në një pikat e armëpushimit apo dhe të marrëveshjes, aty do lindet drejta sërish të kundërshërmojë, sepse ka të gjithë fuqinë ushtarake të cilën e ka tashmë në gjysmën e territorit të rripit Gazës. Ndërkohë, ç'po ndodh përveç refuzimit të çarmatosjes, ç'po ndodh me pengjet, pra në situatë jemi me lirimin e tyre? Aktualisht pengjet që janë gjallë janë liruar të gjitha, ndërsa për pengjet që kanë ndruar jetë duhet kemi parasysh që kur ata u morën nga Hamasi dhe përfunduan në rripin e Gazës, në gati 2 vjet, i gjithë territori i rripit Gazës që është nështruar bombardimeve të vazhdueshme. Ato kanë qenë të vendosur paktën sipas të dhënave në vende të ndryshme dhe një pjesë e tyre kanë humbur jetën për shkak luftimeve apo të bombardimeve dhe mund të jenë edhe në rrënoja. Dhe nuk është aq e thjeshtë dhe procesi i nxjerrjes së këtyre trupave dhe pastaj identifikimi i tyre. Për këtë proces po merret kryq i kuq ndërkombëtar që po ndërmjetëson gjithë procesin e rikthimit qoftë të pengjeve të gjalla, qoftë atyre pengjeve izraelite që kanë humbur jetën gjatë këtyre 2 vjetëve dhe kanë qenë në rripin e Gazës. Qeveria izraelite ka një pikë shumë të fortë dhe për shkak të opinionit publik izraelit që ka qenë në presion që t'i rikthejë të gjitha pengjet, qofshin ato gjallë apo që kanë ndruar jetë, dhe për këtë arsye nuk do të bëjë asnjë shmange nga kjo pikë e marrëveshjes së armëpushimit, por nga ana tjetër duhet të kemi parasysh edhe situatën në territorin e rripit Gazës që është pothuajse i shkatruar totalisht, pjesa më e madhe e tij. Atje ka një grumbull të madh grëmadësh dhe nuk është aq e thjeshtë për të shkuar dhe për të nxjerrë trupat dhe për t'ia rikthyer familjeve në Izrael. Kjo ka krijuar një lloj tensioni, paktën në deklaratat e para disa ditëve, dhe shpresojmë që të paktën kjo fazë e marrëveshjes, që është faza e armëpushimit, të përmbyllet për vazhduar me hapat e tjera që janë po aq të rëndësishëm, siç është kush do ta kontrollojë çarmatosjen e Hamasit ose demilitarizimin e gjithë rripit të Gazës, rindërtimin e Gazës, e cila është shkatruar pothuajse një pjesë të madhe të territorit të saj, dhe pastaj fazat e tjera që lidhen me ato që quhet pjesa e paqëruajtjes, pra trupat ose forca sigurisë ndërkombëtare që do të vendoset në rripin e Gazës. Ka disa ide, një pjesë mund të jetë një forcë që mund të përbëhet vetëm nga trupat shteteve arabe, po mund të jetë një
forcë që mund të marrin pjesë dhe trupa europiane apo amerikane, madje ka dhe një ide që shprehur edhe nga ministri i jashtëm gjerman, që kjo forcë të garantohet nga Kombet e Bashkuara, pra të jenë forcat paqëruese të Kombeve të Bashkuar, që normalisht shtetet anëtare që do shprehin vullnet të dërgojnë trupa atje. Kjo është pak a shumë situata në këto ditë, direkt 2 ditë mbas nënshkrimit të marrëveshjes, por ajo siç kalon një optimizëm ose edhe një gëzim të madh, kalon edhe një lloj ankthi, pasi është ende jashtëzakonisht e brisht, madje nuk do të flisja për një paqe të mirëfill, përsa kohë që jemi vetëm në hapat e zbatimit të pikave të armëpushimit, ndërsa paqja është një fazë tjetër që do të kërkojë shumë më tepër energji, burime, por edhe garanci që ajo do të jetë e qëndrueshme. Se siç e përmenda dhe pak më parë, konflikti izraelito-palestines ka përjetuar gjatë këtyre 80 viteve disa marrëveshje paqe, një pjesë të cilave kanë qenë garantuar madje edhe nga të 4 aktorët kryesorë në politikën ndërkombëtare, si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dhe nuk kanë arritur të funksionojnë. Kështu që le të shpresojmë që jemi përballë rastit, kjo do të jetë, le të shpresojmë marrëveshja e fundit e paqes që mund të garantojë një paqe të gjatë dhe të qëndrueshme për Palestinën, për Izraelin dhe për gjithë rajonin e lindjes mesme. Zoti Kamberi, ne kemi pasur mundësinë që të bëjmë dhe lidhje direkte me situatën në Gaza me një shtetas palestinez atje, duke na treguar dhe vështirësitë sa i takon dhe ushqimit të ndihmave. Në këtë kohë ne jemi ende në një pengesë të ndihmave që bëhet nga Izraeli apo jo? Aktualisht gjithë rripi i Gazës për vitesh, paktën që prej 14 qershorit të vitit 2007, kur Hamasi mori kontrollin e plot të rripit Gazës, pasi forcat izraelite u tërhoqën atje gati 40 vjet, pasi e kishin mbajtur nën kontroll që prej luftës së 6 ditëve të 60 qershorit 67, gjithë ai territor ka qenë nën blokad për arsye sepse Izraeli nuk e njohu Hamasin, e konsideroi si organizatë terroriste që kur ajo erdhi në pushtet, dhe kush ka parasysh shtrirjen gjeografike të rripit Gazës që ka vetëm një kufi me Egjiptin, dhe ato kufi kontrollohet nga Izraeli, pra nuk kontrollohet nga Hamasi, pra kufi midis ose pika Rafaut që quhet, ndërsa pjesa tjetër e territorit të rripit Gazës që shtrihet midis Izraelit dhe bregut perëndimor është totalisht nën kontrollin e Izraelit, kështu që ka qenë pothuajse e pamundur që Hamasit kishte një mundësi komunikimi as me në një shtet fqinj, por kishte vetëm një territor dhe në anën tjetër ishte deti dhe përgjatë detit ishin anijet e flotës izraelite që nuk lenin asnjë mundësi për banorët e rripit Gazës që të kishin komunikim me pjesën detare të territorit. Kështu që nga kjo pikpamje dhe hyrja e ndihmave humanitare atje ka qenë gjithmonë e kontrolluar. Kryesisht ata kanë hyrë sepse ka dhe një marrëveshje ndërkombëtare nëpërmjet pikës së Egjiptit, atje kanë hyrë dhe sa herë që ajo pikë bllokohesh, krijohesh një krizë humanitare, e cila kohët e fundit arriti madje në kufi të Urisë, që u bë shkak edhe për të ringjallur dhe një lloj, si thua, indinjate në nivel të opinionit publik ndërkombëtar, që deri diku detyroi edhe vetë presidentin Trump gjatë vizitës që ai pati edhe në parlamentin izraelit, por veçanërisht kur kryeministri Netanyahu shkoi në Shtëpinë e Bardhë dhe ja bëri qartë që tashmë ka ardhur koha që kësaj situate të jepet një zgjidhje, dhe zgjidhja ishte plani për 20 pikash që u propozua, i cili më shumë në raport me Hamasin kishte formën e një ultimatumi, do të thoja, sepse ja bëri qartë që nëse Hamasi do të kundërshtonte miratimin e këtij plani, atëherë do të ishte rradha e Izraelit që ta çonte deri në fund atë që kishte nisur që me 7 tetor. Ndërkohë, jo konsiderohet plan padyshim që pritet të gjejë dhe zbatim të mirëfirë deri tek paqja përfundimtare, që me të drejtë fakt ndoshta ndodhet shumë larg, por cilat janë hapat e ardhshme? Pra çfarë pritet tani e në vijim? Me çfarë do të vijohet që të ketë një gjendje stabël? Aktualisht është një fazë e përkohshme, kalimtare, e cila i kalon mundësi një pjesë përfaqësuesve të Hamasit dhe me marrëveshje, sepse janë bërë negociata edhe nëpërmjet përfaqësuesve të shërbimeve sekrete të qoftë Egjiptit, Turqisë, Katarit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju e patë që përfaqësuesit e Hamasit nuk ishin nënshkruesit e asaj marrëveshje, as Izraeli, pas autoriteti kombëtar palestinez, ndoshta në këtë fazë fillestare derisa të merret vendimi për të krijuar forcën ndërkombëtare të sigurisë, disa elementë që lidhen me rendin dhe sigurinë publike brenda rripit Gazës do të administrohen nga forcat e Hamasit,
Dhe pastaj do kalohet në dy procese. Procesi i demilitarizimit, që do të thotë gjithë lëvizja armatosur Hamasi do të çarmatoset, do ketë një proces të dorëzimit të armëve nën kontrollin e një komisioni civil ushtarak që do ngelet, dhe pastaj faza tjetër e një vendosjes një trupe ndërkombëtare, sigurie ose stabilizimit, siç kanë qenë modelet në Afganistan apo në vende tjera post-konflikt, për të ardhur pastaj edhe tek ai që quhet Bordi i Paqes, i cili do të drejtohet nga presidenti Trump dhe zëvendësi i tij do të jetë ish kryeministri britanik Tony Blair, që do të mbikëqyrë zbatimin e këtij plani paqes. Natyrisht, ajo çfarë është e reja në këtë rast është që presidenti Trump i ka dhënë me vetdije një rol shumë të madh vendeve arabe, veçanërisht Egjiptit, Turqisë dhe Katarit, ai përmendi në mënyrë individuale, pavarësisht se në atë samitin e Sharm el Sheikut ishin gati 30 vende, madje edhe Indonezia dhe Pakistani, që nuk kanë afërsi gjeografike me Palestinën, por nëpërmjet kësaj marrëveshje presidenti Trump ka dashur të krijojë një lloj Pax Arabica, nëse të përdorim një term të tillë, ku janë përfshirë të gjithë vendet arabe dhe ato vendet e besimit kryesor të besimit musliman, qoftë edhe duke pasur parasysh që në momentet caktuara, për shembull Pakistani ka shprehur interes të marrë rolin një lloj zëdhënësi të interesave pavarësisht peshës që rolit që ka, sepse ai është një kontinent tjetër, që është kontinenti aziatik, por besimi i tij, pra përbashkësia e besimit me pjesën tjetër të vendeve arabe dhe veçanërisht Palestinës, ka dashur të japë një rol tjetër. Gjithsesi do të shikojnë ngjarjet që do të pasojnë, do të shikojmë edhe historia, siç thuhen tilla raste, i jep të drejtë momentit të sotëm. Pra ajo që vjen më pas mund të japë të drejtë ose jo të drejtë asaj që u realizua në Sharm el Sheikh para disa ditësh. E fundit kjo në kuadër edhe të kuriozitetit. Për shembull, mediat izraelite referohen duke theksuar që 1 nga 4 trupat e kthyer, flasin këtu për pengjet konkretisht, nga Hamasi nuk i përket pengjeve. Mund të ketë tentativa të tilla që për shembull kur natyrisht siç e përmenda edhe pak më parë, këtë proces po e mbikëqyr kuq i kuq ndërkombëtar, siç është në raste të tilla. Trupat e pajetë dhe fatkeq të pengjeve që kanë ndruar jetë dhe që u morën nga Hamasi dhe u sollën në rripin e Gazës, natyrisht do të nënshtrohen provave të ADN-s për të parë përputhshmërinë e tyre me familjarët që i presin në Izrael, dhe ky nuk është një proces i thjeshtë. Atje, siç e përmenda pak më parë, një pjesë e tyre janë mbajtur në bodrume nëntoksore, në zonat e fshehta. Gjithë territori i rripit Gazës ka qenë në bombardim të vazhdueshëm për gati 2 vjetësh, kështu që do jetë një periudhë jo e lehtë, pra ky procesi do jetë jo i lehtë dhe jo aq i thjeshtë saç mendohet në fillim, por mbi të gjitha tashmë për ato që kanë ndruar jetë, ky është një fakt. Ajo çfarë u prit me gëzim në Izrael, siç e vutur edhe nga pamjet, ishin rikthimi i pengjeve që ishin ende gjallë dhe që u rikthyen pranë familjarëve të tyre. Mirë, zoti Gameri, me siguri kjo do të ndiqet me shumë interes nga media të ndërkombëtare, por edhe vendase, por padyshim edhe ju që keni interes të shtuar. Faleminderit shumë për Faleminderit ju për ftesën.